Miqtë Prizmës, me foltoren kanë nisur bashkë me të me fjalë, me foltoren kanë nisur edhe një tur takimesh të Ervin Salinjanit nëpër Shqipëri. Krahas asaj kafes të famshme që ai e piu me disa prej fituesve në po themi në primare të Partisë Demokratike, të cilat ishin një gënjeshtër e madhe, sepse sigurisht nuk dolën ata njerëz, dolën njerëz tjerë që donte partia e Sali Berishës. Ishin edhe fitues të tjerë në përballje në zgjedhjen 11 majit. Ideja është se sot Sali Berisha u pyet që krahas foltorës që bënte ai, po bënte takime edhe zoti Salinjani. Zoti Ervin Salinjani ka filluar, sidomos mas burgut, ishte një burg që, sikundër e kam thënë prej kohësh unë, ai e bëri për hatër të partisë. Dhe një farë mënyrë edhe budallekut vetë, se s'kishin nevojë ta bënte atë burg, interpretimet edhe nuk ishin denoncime thjesht, që po i bënte vllait Fatmir Xhafës, ishte interpretim. Dhe pjesa e interpretimit e çoi besimin në interpretimin e zërit Babales, Babale, që përdore pastaj dhe nga Partia Demokratike takimet që kishte bërë. Këtë burg bëri. Po ky është burgu i partisë. Edhe e bëri me 2-3 tipa aty në Partinë Demokratike, të cilët e futën në kurth Salinjanin, sigurisht. Të vjen keq që e bën një risje ai, por ja që duhet mos ishte kaqëri, duhet ta praktikonte veten më mirë për sa i përket strukturës edhe formës që ndjek partia për të dalë në strategji tjera, dhe jo me anë të imitimeve dhe me anë të babalizmit. Nëse e ka bërë këtë burg. Dhe më sa duket në burg është sqaruar ai që Partia Demokratike me Sali Berishën nuk do të shkojë asgjë kundje. Thjesht do t'i shërbej pushtetit socëm, thjesht do t'i shërbej Edi Ramës në pushtet, thjesht do t'i shërbej kohë zgjatjes dhe njëkohësisht zhytjes, mungesës së jashtëzakonshme të alternativës dhe zhytjes përfundimtare, eliminimit përfundimtar të një partie e cila as opozitare nuk mund të jetë më. Thjesht i bën qefin grupit familjar të Sali Berishës, i bën qefin atyre që sigurisht pastaj janë patronazhistët e Sali Berishës. Ato që i pijen gjithë ditën dhe që punojnë për të, jo si patronazhist, po që përfaqësojnë kulmit të servilizmit edhe lëpirjes në parti. Nuk mund të lëpijet më tepër, sepse të lëpijesh në pushtet, në fakt është edhe një lloj përsëritje të jashtëzakonshme të gjithë pushteteve të botës 2000 sa vjet që ka qytetërimi, 3000 vjeçar. Po të lëpijesh në opozit, kjo është pastaj të luash mendsh, të lëpijesh se ti do të mbash statusin e opozitarit, se do të shkosh në forumet e partisë, se do të shkosh deputet, të lëpijesh duke e ditur që s'vjen kurrë në pushtet, kjo është pastaj jo ti je patronazhist, që s'është me fjalë e rëndë, patronazhista ka gjithë partitë e botës normale. Gjithë partitë elektorale kanë patronazhist, njerëz që merren absolutisht me studitimin e tregut politik dhe që sigurisht merren pa thyer ligjet dhe me lobingjet e mëdha për njerëzit, për të afruar, për të ditur se kush është tregu elektoral i tyre. Kurse këta janë patronazhist për dromcat që ju hell, e keni parë filmin e atyre lulkuqeve me mur që let ai ekonomati ju hell, kështu bën Sali Berisha me këta tipat, duke filluar nga këta, ky që bën lirizma të bukura humore, ky Jack Markaj, që thoshte kurrë më me Sali Berishën, bashkë me atë Gazmet Bardhin që thoshte kurrë më me Sali Berishën, bashkë me Josefina Topalli që thoshte kurrë më me PD-n dhe Sali Berishën, dhe doli nxori partinë vete dhe mori 800 vota, e shumë të tjerë aty, ose me komunistin e fundit bashkë me Sali Berishën, Tritan Shehun që e gjumin karrige, Flamun Nokën që rrifet edhe po hetohet nga spaku dhe ai për pasuritë e tija, ju pas ka dhënë familjarëve në Sarand shtëpi, merrni se ka sa duash, e shumë elementve tjerë, të cilët sigurisht e kalojnë për nga servilizmi dhe nga lëpirja e jashtëzakonshme, çdo lloj
çdo lloj patronazhisti, e them thojza, që është me socialista. E kalojnë, e stërkalojnë. Thash edhe një herë, ja përsëris edhe një herë, gjithmonë janë lëpirë pushteti, ati pushtet. Po ti lëpijesh opozitës, vetëm për të marrë rolin e një deputeti që ta cakton Sali Berisha, edhe ti lëpijesh familjes Sali Berishës, kjo është me të lutë me në kres. Kjo është që ti thuash tjerëve, ju nuk keni alternativë, ti thuash vendëm nuk keni nevojë për alternativë, sepse jemi në rregull ne, jemi lëpirë ne, dhe do qëndrojmë këtu ku jemi, se jemi mirë. Duke kryer një shërbim jashtëzakonisht të duhur Edi Ramës dhe majorancës, dhe duke i kryer një maskarallek, një poshtërsi të jashtëzakonshme vendit, duke e lënë pa alternativë, duke e lënë pa opozitë. Praktikisht ky vend është pa opozitë. Në këto kushte, ky Salinjani në një farë mënyrë do të bëj lëvizjen e vet. Do të bëj lëvizjen e vet, por nuk ka dalë në termat e duhura. Dhe shiko çfarë thotë për këtë lëvizje Sali Berisha sot, i pyetur sot. Asnjë aktivitet jashtë forumeve të PD-s nuk mund të ketë ndikimin më të vogël në PD. Çdo aktivitet jashtë forumeve të PD-s është strikt privat, pa asnjë lidhje me Partinë Demokratike. Partia Demokratike është parti me statut, me institucione, me forume. Partia Demokratike ka dhe do të ketë, ka filluar mbledhjen e forumeve, ka filluar debatin, dhe do të debati hapur për cilin do antar dhe drejtues. Çdo person tjetër që për qëllime private, personale, organizon takime, i ka ato totalisht në interes të vetin dhe nuk kanë pa asnjë lidhje me partinë. Pra, ai vërteton atë që duhet i bëj akuzë vetes. Ka forume partia. Imagjino sa mund t'i besohesh, edhe mund si besohet Partisë Demokratike se ka forume, dhe Sali Berishës që thot kam forume. Po nuk u paraqitet me to, thot. Imagjino kush e thot këtë fjalë. Imagjino sa mund t'i marrë pyetje, kur është mbledhur ndonjëherë Sali Berisha për të pyetur forumet, ata bëjmë këtë. Kur, ndonjëherë, cilë forum ka mbledhur? S'ka mbledhur Këshillin Kombëtar ka 9 muaj. Kanë humbur zgjedhjes, kanë mbledhur një herë forumet bazë të partisë. Jo kryesin që e komandon ai forumet. Në cilin forum ka marrë leje Sali Berisha, dhe i thot Salinjanit. Këto fjalë ai i thot për veten. Duhet patjetër akuzuar Sali Berisha. Ai i thot për Salinjanin, është takim privat, thotë. Duke qenë se është takim privat, bile mund të shpallet edhe armik, se zakonisht kështu e bëjnë te Partia Demokratike e Sali Berishës. Edhe mund të shpallet kollaj armik. Është shumë kollaj ta bësh këtë punë. Po praktikisht nuk është çështje Salinjanit, tash është çështje e një shikimi. Këto i pengon, në Partinë Demokratike i pengon figura që e ka ndërtuar vetë, e stërmadhe Sali Berishës. E ka ndërtuar vetë. Të gjithë edhe këtë Salinjanin nuk mund ta perceptosh të kritikoj haptas ballë për ballë Sali Berishën. Ti thot, shikoj zot një ti e pengesa. Ti e pengesa, bashkëpunimi jot i dukshëm dhe i padukshëm me Edi Ramën është pengesa e Partisë Demokratike, shkatrimi i Partisë Demokratike. Shikoj zot një qëndrimi jot, kthimi jot, marrëzirat e tuaja, mosha jote, trytë mykrat tujat, kreativitetit zero joti, vetëm foltore dhe protestat kota, budalliqet kota. Na kanë shuar në këtë derigje, na kanë zvogluar në mënyrën më lehtë ju shkoj kush të doj socialistave në burg. Më tepër kishte të burgosur nga Partia Socialiste përballë kryeministrisë se sa njerëz i shkonin mbrapa Sali Berishës. Këta asnjëri nuk i thot do të kështu Sali Berishës. Asa i Salinjani, a kanë frikë, sigurisht më kanë frikë se ata të çohen e të hapin partizanët e Sali Berishës, ilegalët, terroristët e tij, politike kanë fjalën, u bëjnë atentat. Normalisht, kështu nuk flet as, jo, thot, është prisi ai. Imagjino tash brenda për brenda atyre
kokë boshve që ka Sali Berisha aty, që sigurisht i bëjnë fresk pushtetit e Edi Ramës, fresk, gjithë ditën, a i kanë zetë e i bëjnë fresk, e mbajnë në pushtet këta të konsoliduar, nuk thot vetëm a jem ledhë Partinë Demokratike, po në qoftë se një deputet i Partisë Demokratike thot që, dhe nuk e thot një, pa e thonë shumë, vetëm Sali Berisha është i zotit në ledhë Partinë Demokratike, kjo nuk është më Partia Demokratike, është partia Sali Berishës. Kjo nuk është më parti normale si gjithë partitë e tjera. Në qoftë se do të jetë puna kështu, se vetëm Edi Rama mbledh Partinë Socialiste, ajo nuk është më parti, është set satanike. Edhe në qoftë se është kështu për Partinë Demokratike, ajo nuk është më parti. Ajo nuk qëndrohet dot në vetë, ajo ka nevojë, është si mollatarta, pas ka nevojë Shkopin, dhe Shkopi është Sali Berisha. Po Sali Berisha nuk mban dot vetë në kamp, që do të marrë Partinë Demokratike. Është 81 vjeç, po shkon 82 vjeç, si do ta mbajë vetën? Po një farë mënyrë do të ketë diku një maramendje, më është plak. Po për ti pritni që të ketë iluminim kaq të madh, strategji kaq të madhe dhe njëkohësisht i shkojnë turmat mbrapa. Ti shkojnë mbrapa patronazhistët e Partisë Demokratike. Njerëzit të cilët nuk janë as patronazhist normal, janë thjesht lëpirës për një pushtet kaq shumë personal të tyre që është deputeti dhe në i funksion parti, sa alternativa në Shqipëri është kthyer në një, nuk e di, një këpucë të grisur, një nallane, e cila ngjohet më 500 metra larg që kërcet. Është e pamundur. Këtë punë tash nuk e bën as Salinjani. Nuk guxon ta bëj. Këtë punë nuk e bën Ali Mehmeti. Ajo që për dritët kota, ajo tabakja, që bën si primadona, kot tash kot, pa kuptim. Se nuk thot asgjë, s'bën asgjë. Edhe nëse bën kritikë ndaj pushtetit ato bien në vesh të shurdhët se pushteti është arrogant me këta. Nuk i dëgjon fare, qeshin ata, nën qeshin, socialistat qeshin, këta shaj me çat kenë në gojë ata qeshin, si çfarë gomarsh kemi përpara. Sepse sigurisht ju leverdist kenë tipa të tillë. Ju leverdist më. Sepse i kanë gjitha pushtetet vet. Dashje pa dashje, këto dhurat të gjithë pushtetshme nuk është se e kanë marrë me zorë, me dhunë Partia Socialiste dhe majoranca. Ja kanë dhuruar këta në saj shërbimi që i bëjnë Sali Berishës, i cili sigurisht është i papranuar nga bota ndërkombëtare. Nga demokracitë më të mëdha të botës shkon tot CDI-ja. Kristian Demokratët kanë bërë nënkryetare dhe kanë 20 nënkryetar. Shkon edhe në qafën deri në San Paulo aty, në Brazil, po kush dreqin i pyet ata më? Po çfarë peshet kanë ata? U gëzuan Mogherini në burg. Mogherini do dilte mas 24 orës, sigurisht që do dilte. Futën në burg, thotë, çeve ky si fut në burg, po Mogherini nuk ka sot imunitet mbrojtës, është thjesht një drejtoresh. Sot e kanë nxjerr, janë dëshpëruar, s'lasin më. Sepse sigurisht kanë mentalitetin e këtij burrit i cili shkatron për ditë alternative në Shqipëri. Mentalitetin e tij në sharje, në fyrje në çdo moment, jo në alternativë. Mentalitetin e akuzës dhe sharjes fyrjes, jo propozimit. Çfarë i propozojnë këta Shqipërisë? Çfarë i propozojnë në çështjen ekonomike? Çfarë i propozojnë në çështjet financiare? Çfarë i propozojnë në çështjet ushtarake? Çfarë i propozojnë në arsim? Këta thjesht thonë, këta janë hajna, duhet vjedhin arsim, vjedhin këtu, njerëzit janë mërzitur. Janë mërzitur, vjedh. Sepse duhet dëgjojnë alternativën, thotë, shiko, ai vjedhin, ne jemi këto. Po kush janë këta? Nuk kanë vjedhur Sali Berisha me shok, me Mulnokën, me Lulin e me këta tjerë. Nuk kanë vjedhur këta, po këta ranë nga pushteti se vjedhin. Se vjedhin dhe vrisnin. Minimumi këta që janë sot pushtet nuk vrasin. Për çfarë ranë nga pushteti këta? Ranë nga pushteti se vjedhin. Vjedhin dhe vrisnin. Vjedhin e kishin korrupsion në Gërdec, ju plasën edhe bombat, vranë njerëz. Vranë në bulevard, vodhën rrugët e kombit, i vodhën gjithë rrugët, tunelin e Krapës, tunelin gjithë kund i vodhën. Gjithë qa vodhën, atëre për qa? Vodhën Teqet, vodhën në Fier, vodhën në Vlori, shkatëruan gjithë shka. Po që do t'i besosh këta? Çfarë alternative është kjo? Po e një të aftyrë, po e një të mentalitet janë hajna, thotë këtë në pushtet. Po dhe ti mërë ke qenë hajnë pushtet. Si mund të besoj një ju ikin, thotë për Edi Ramës, po ikin dhe prej teje mërë. Se mirë për Edi Ramës, po ikin dhe prej teje. Se kthehen dhe shohin, këte kemi Edi Ramën, Balluken e këtë me radhë. Kthehen këte dhe ma hajnë, dhe vrasës. Që të bëjnë njerëzit e shket? Ku ta kenë këtë shpresë? Ka vdekur shpresa, derisa është ky. Ky nuk e hap rrugën se ka hallin, nuk e di se çfarë hallit. Ka të familje sigurisht. Edhe të rinë aty në opozitë, në vend dytë janë mirë thotë. Dhe patronazhistët e tij sigurisht këtë punë bëjnë.
50 vetë janë aty, ata vazhdojnë. Tash i duhet që Salinjani mos ishte deputet, vazhdonte. Ali Mehmeti mos dilte deputet, se ata kështu do thoni. Po t'ishte deputet, do rrinte atje. Nuk funksionon kështu, trima. Nuk funksionon, s'ka për të funksionuar. Asnjëherë nuk ka për të funksionuar. I ka provuar Partia Demokratike. Sa i kanë dalë Sali Berishës për të thënë ashtu, po të njëjtat fjalë. Ne kemi statute, i ka ndërsyer turmat, ka ndërsyer edhe militantët. Disa për tyre s'janë fare, i ka shpallur armiq, ç'as i ka nxjerrë dhe s'kan fituar kur, sepse nuk thonë gjën kryesore për ta. Nuk kthehen njerëz që do të mbrojnë Partinë Demokratike, jo Sali Berishën. Nuk është e rëndësishme sot ti jesh opozita e Edi Ramës. Opozita e Ramës gjithë deklarojnë aty Partinë Demokratike, jemi opozita e Edi Ramës. Sa më tepër ata bëjnë kështu, aq më tepër është i fortë Edi Rama. Pushet. Duhet të bëjnë rregullimin e Partisë Demokratike. Me këto njerëz, deri dje kanë besuar që është faji i gjithë i Sali Berishës. Ja. Nuk është i gjithë i tij. Sali Berisha ka klone aty shumë. Ka prodhuar shumë klone. Shumë klone. Dhe sa t'jenë Sali Berisha dhe klonet e tij, Shqipëria do të ketë një opozit të komanduar që i shërben pushtetit Partisë Socialiste, Edi Ramës dhe majorancës sotme. Pik. Sa të ketë Sali Berishën opozit Shqipëria dhe klonet e tij, pushteti i Partisë Socialiste dhe Edi Ramës do të vazhdoj sa të ketë jetë Edi Rama ose deri sa të doja e, se dikur mërzitet të degar se të rrima. Bolso lodha. Dakord? Kështu më miqtë e mi. A Salinjani nuk ka për të zgjidhur gjë, sepse nuk thot vërtetën. Ku është problemi i madh në Shqipëri? Mbase gjithë e dinë, dhe as kërkujt nuk janë ban prapanica, ta thot. Sepse e dinë se çheqin nga Sali Berisha, dhe kaq është takati i tyre. Okej?